Japëm 10 ditë kohë zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike për ta pezullu vendimin. Ta mbrojmë biznesin se nuk ja kemi bashkërkujt me na shkatru biznesin. I bajmë thirrje zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike që ta pezulloj vendimin për daljen në treg të lirë. Zyra e rregullatorit të energjisë elektrike nuk është një institucion që na ka ardhur prej jashtë, është një institucion i brendshëm i Republikës Kosovës, i cili duhet të mbrojë bizneset. Andaj, japëm 10 ditë kohë zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike për ta pezullu vendimin. Kërkojmë nga qeveria që t'ulet me zërej në të mirë të biznesit, në të mirë të qytetarëve të Republikës Kosovës, po dhe të punëtorëve të Republikës Kosovës, që ta gjejmë mënyrën që ta pezulloj për një vit minimumi kërkesën për dalje në treg të lirë. Ta mbrojmë biznesin se nuk ja kemi bashkërkujt me na shkatru biznesin. Kjo biznes që është ndërtuar me mjeteve vetanake, me investime private, edhe me forcat veta, si cili prej bizneseve ka ndërtuar, ka zhvillu dhe nuk jap të drejtën askujt. Janë 143 familje që jetojnë prej këtyre bizneseve, or 60% i ekonomisë Kosovës që zhvillohet prej këtyre bizneseve. Rune sa nuk është vonë. Faleminderit. Pankarta do t'ja lëmi zyrës të gjitha që ti merr mesazhe dhe ti lexon një nga një dhe ti thirr menës për ta pezullu vendimin.